SPA ka dërguar për gjykim dosje ndaj 15 personave të dyshuar si pjesë e një grupi të strukturuar kriminal që ka trafikuar mbi 8 ton lëndë narkotike nga Amerika Latine drejt vendeve të Europës. Sipas SPA-ku, drejtues të grupit kriminal janë biznesmeni Artur Hoxhosmani, arrestuar me 25 korrik së bashku me biznesmenin Ermir Ndrea, i njohur ndryshe si Cinko, si edhe Erion Alibej, i cili ndodhet në paraburgim në kuadër të dosjes plumbiar, Gent Derjaku, Nazmi Shahini dhe David Patrut. Ndërkohë Klevis Hoxhosmani, Ramazan Raja, Plauren Dervishaj, Amar alias Dritan Shkëmbi, Amer alias Ilir Loshi, Bashkim Haxhia, Julian Meçaj, Bledar Polovina dhe Ndrit Sinani akuzohen nga SPA se kanë qenë pjesëmarrës në këtë grup të strukturuar kriminal. Sipas organit të akuzës, grupi ka trafikuar lëndë narkotike nga Brazili, Ekuadori dhe Kolumbia, si edhe përmes Spanjës e Marokut, drejt vendeve të ndryshme europiane, përfshir Italinë, Belgjikën, Spanjën dhe Hollandën. Në total, sipas hetimeve, janë trafikuar dhe tregtuar 8126 kg lëndë narkotike. Për Artur Hoxhosmanin, SPA ka ngritur akuzat për trafikim të lëndëve narkotike, kryerje të veprave penale nga organizata kriminale ose grupi strukturuar kriminal, grup të strukturuar kriminal, mbajtje pa leje dhe prodhim të armëve shpërthyese dhe municionit, si edhe futje ose mbajtje të sendeve të ndaluara në institucionin e ekzekutimit të vendimeve me burgim. Klevis Hoxhosmani akuzohet për trafikim të lëndëve narkotike, kryerje të veprave penale nga organizata kriminale ose grupi strukturuar kriminal dhe grupi strukturuar kriminal. Ermir Ndrea, Erion Alibej dhe David Patrut akuzohen secili për trafikim të lëndëve narkotike, kryerje të veprave penale nga organizata kriminale ose grupi strukturuar kriminal dhe grupi strukturuar kriminal. Gent Derjaku dhe Nazmi Shahini akuzohen për trafik të lëndëve narkotike dhe grup të strukturuar kriminal. Ramazan Raja, Plauren Dervishaj, Amar alias Dritan Shkëmbi dhe Amer alias Ilir Loshi akuzohen për trafik të lëndëve narkotike, kryerje të veprave penale nga organizata kriminale ose grupi strukturuar kriminal dhe grupi strukturuar kriminal. Ndërsa Julian Meçaj, Bledar Polovina, Bashkim Haxhia dhe Ndrit Sinani akuzohen për prodhim dhe shitje të narkotikëve, si edhe për kryerje të veprave penale nga organizata kriminale ose grupi strukturuar kriminal dhe grupi strukturuar kriminal.